Festat e nëntorit kanë qenë arsyeja kryesore që Qendra Kulturore e Fëmijëve ka organizuar aktivitete të ndryshme kulturore dhe artistike gjatë muajit nëntor. Mbrëmjen e djeshme u organizua një koncert festiv me rastin e ngritjes së flamurit në Lushnjë më 27 nëntor, ditës së pavarësisë më 28 nëntor dhe çlirimit të vendit më 29 nëntor, duke treguar dashurinë për qytetin dhe vendin e tyre. Zërat e bukur të fëmijëve mbushën ambientet e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Koncerti pati një larmi numrash artistik, këngë vjersha valle kushtuar ditëve më të rëndësishme të historisë sonë. Në Vlorë u ngrit flamuri kuqezi nga Ismail Qemali but të mëri. U val Viçipoja, dy kënare për tokën tonë të bekuar shqiptare. Populli qau, u gëzua, u ngrit, pasi gëshërbërie më në fund të ndrit. Në çdo shtëpi, në çdo fshat e qytet, u dëgjua britma, rrofta dhe u shenjë. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa, e cila ndoqi koncertin së bashku me prindrit, mësuesit dhe fëmijët, falenderoi fëmijët dhe stafin e QKF-s për aktivitetin dhe punën e mrekullueshme që kanë bërë. Faleminderit për bukuroshave që na zbukuruan këtë mbrëmje sot, për artistëve të vegjël. Një falenderim të jashtëzakonshëm për gjithë stafin e QKF-s, të cilët vazhdojnë të punojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, që këta talentet të vegjël të emocionojnë për herë më shumë. Gëzuar gjithë festat e nëntorit dhe ju bukurosha sa më shumë sukses. Ti shqipëri